tim kësaj, po je si tim fucking kësaj, e kupton se çfarë bën ti? Po idiote, çfarë do bëj? Me rikthimin e Jozit në shtëpinë e Big Brother VIP 4, gjërat mes tij dhe Loredanës kanë ndryshuar shumë. Banori ka vendosur që të mos qëndrojë më pranë saj dhe të ndahet nga ajo. Kujtojmë se Jozi dhe Loredana krijuan një lidhje dashurie aty brenda, por me rikthimin e tij në lojë për çmimin e madh, duket se ai mban një qëndrim krejt ndryshe nga hera e parë. Teksa Loredana kërkon shpjegim dhe dëshiron që t'i qëndrojë pranë, Jozi nga ana e tij e shmang dhe i kthen përgjigje që asaj nuk i pëlqejnë. E ditën e djeshme ajo ka shpërthyer, ku madje në një moment teksa banori ishte tek dhoma e grimit, duke rregulluar vetullat, ajo ka shkuar pranë tij dhe i ka përplasur kanaçen e lori kafe që kishte në dorë. Debati mes tyre ishte i tensionuar dhe plot kundërvënie. Loredana u shpreh revoltuar ndaj sjelljes së Jozit, duke akuzuar se po i përgjigje me negativitet, edhe pse ajo po i drejtohej me mirësi. Nga ana tjetër, Jozi reagoi me ironi dhe i kërkoi Loredanës të mos e provokonte, duke e paralajmëruar se nuk do ta toleronte më. Situata u përshkallëzua me kërcënime dhe sfida nga të dyja palët, ku Loredana kërkonte respekt, ndërsa Jozi këmbëngulte në distancimin e tij nga situata.